Pas inspektimeve të kryera një ditë më parë në Bregdetin e Vlorës nga Ministri i Turizmit, Kulturës dhe Sportit Blendi Gonxha, kontrolleve në vijën bregdetare për zbatimin e hapësirës publike, si dhe kritereve të përcaktuara me ligj për ndarjen e plazheve nga përfaqësues të Ministrisë së Turizmit, mëngjesin e kësaj tejnteje në Vlorë ka zbarkuar Agjencia Kombëtare e Bregdetit. Përfaqësues të kësaj agjencie kanë zhvilluar kontrolle në hapësirat publike të plazheve në Vlorë. Kontrolle këto të cilat kanë nisur nga shëtitoria Lungomare si pjesa turistike e qytetit me përqendrimin më të lartë të plazheve. Agjencia Kombëtare e Bregdetit, përfaqësues të qendrës pra të Tiranës, kanë bëritur në Vlorë për të inspektuar hapësirën publike dhe respektimin e rregullave për ndarjen territoriale të plazheve. Në fokus të tyre kanë qenë zbatimi i hapësirës publike të qytetarëve, e cila është konstatuar e zaptuar nga disa biznese, por gjithashtu edhe parametrat, kriteret që përcakton ligji për vjushmërinë e aktivitetit. Kritere këto të cilat fillojnë nga vrojtuesit të plazheve dhe përfundojnë tek numri i çadrave. Sipas informacioneve, po monitorohen hapësirat e plazheve me në fokus ato publike. Në nisje të sezonit veror, Bashkia Vlorës ka dërguar në Agjencinë Kombëtare të Bregdetit hartën e plotë të vijës bregdetare me ndarjet e plazheve. Inspektorët e Agjencisë Kombëtare të Bregdetit kanë kontrolluar pikërisht sot në Vlorë se si po zbatohen hapësirat publike të plazheve, të cilat janë përcaktuar për qytetarët. Është konstatuar që disa nga këto hapësira janë zënë me çadra nga bizneset, gjithashtu në verifikim kanë kaluar edhe hapësirat private të plazheve për të parë tek ata zbatimin e njësër kriteresh të përcaktuara me vendim të Këshillit të Ministrave. Kritere këto, të cilat janë zbatimi i madhësisë së territorit për shfrytëzim sipas lejes që posedon çdo biznes, numri i çadrave, kushtet higjieno-sanitare, por dhe mbrojtuesit e plazheve. Sipas Agjencisë Kombëtare të Bregdetit, të gjitha bizneset të cilat nuk i zbatojnë këto kritere do të përballen me gjoba, si dhe sekuestrim të çadrave dhe shezlonjve.